Po, të mungonte. Ardit, cili banor e vlerëson më shumë si lojtar dhe si njeri? Pyetje shumë me vend, kushdo që ka parashtru bravo i qoftë, shive përgjede nuk është e letë, se unë e këtu shoh disa banor, me gjithë respekt, shoh bajgi kokat mençme, shoh bajgi strateg të fort, do të thot pa tjetër me thonë, tash ndoshta nuk ko me mujt mja qëllu, po pe mendoj se kush, se cilin formën e vetë për ata që i logarisë si strateg dhe që boj një loj të mirë, duke mos janë bajtanën sigurisht as kujt, se këtu nuk duhet me ndodhë diçka e tillë. Nuk po di, tash pa irni me ju kësha lutë në zotë, se nuk e bëjmë me qëllim larga saj, po e kom pa tjetër mi cekë, për shembull, deri tash që kom pa me një loj bajgi stratege dhe logjike, është, e kemi Klodin, është Edi, Ludoja... Një Ardit, mos i bëj qefin gjysmës banorve. Jo, s'pja bëj qefin, po jam tu me ndu. Cilin vlerëson më shumë si lojtar dhe si njeri? Une, do me thonë, gjithmonë bazonat e pikat njërzore, dhe këtu definitivisht e kësha vlerësu që nuk ka nxjerr as një fjallë dhe nuk ka folë, definitivisht Edin. Oke, Edi. Sa gjati re, mor Ardit.